Analisti politik Gjenur Hyseni, duke komentuar deklaratën e fundit të kryeministit Kristian Mickoski, e ka cilësuar atë si pjesë të retorikës zgjedhore. Ai, gjatë emisionit Debat në Shenja, theksoi se me retorik të këtill, Mickoski po përpiqet të ruajë kohezionin brenda partisë në prag të Kongresit, ndërkohë që përballet me presionet e brendshme dhe me rrënjët të mbështetjes për aleatët opozitare. E para mendoj se është në suazat të retorikës zgjedhore, sepse ndihemi në proces zgjedhor dhe vëmëroja ende dhe me thonë ngaron me kandidatët e saj në balotazh, qoftë me në dy komuna me partneret e koalicionit Blend dhe komunat tjera me LSDM-n. Duhet ditur që Kristian Mickoski ka dhe me thonë edhe kongres partijak në dhjetor. Këtë kjo paksa i vështirëson ati punën lidhur me llogaridhënien edhe me presionet që po i bëhet, sidomos nga e majtja Aparsjev me humbjen e 140.000 votave në krahasim me një vit e gjysmë më parë, dhe me thonë ka rënje tushme. Ndërkaq, gazetarja Teuta Buçi e ka cilësuar retorikën e ditëve të fundit të kryeministit si një shantazh të drejt për drejt që VMRO e bën ndaj partnerit, pasi koalicionin për zgjedhjet lokale po interpreton si një favor që u ka bërë Vlenit për të fituar në disa komuna. Përshtypja ime është se Mickoski po kërkon territor të pastër, do me thonë, po tenton të marrë gjithë kontrollin e qeverisë dhe ai të vendos për gjithçka dhe kjo është edhe deklarata e tij, në një farë mënyrë ai po përpiqet të na tregojë se ai është do me thonë, ai ka sjell fitoren Vlenit në komunat ku kanë fituar edhe në një farë mënyrë ta legjitimoj atë politikën e tij ose rolin e tij arbitrar. Kujtojmë se Mickoski dje u dërgoi një porosi liderëve të Vlenit, duke thënë se VMRO-ja ka bërë sakrificë sa i përket mbështetjeve të kandidatëve të Vlenit dhe në këmbim kanë kërkuar vetëm respekt. Ai tha se nuk ka marrë respektin e pritur dhe nuk do ta harrojnë këtë. Deklarata e kryeministit vjen pas asaj të Bilal Kasamit ditë më parë, i cili në një media jashtë vendit deklaroi se në Korçov do të mbështesin kandidatin shqiptar, pra jo atë VMRO-DVMN-s.